Vetëm për Pakistanin, Irani hap Hormuzin për 20 anije. Irani duket se ka bërë një lëvizje të rëndësishme në kulmin e tensioneve, duke dhënë dritën jeshile për qarkullimin detar në një nga pikat më kritike të botës. Sipas raportimeve të BBC-s, autoritetet iraniane kanë lejuar kalimin e rreth 20 anijeve pakistaneze përmes ngushticës së Hormuzit, një korridor ky për furnizim global me naftë. Ky zhvillim vjen pas tensioneve të larta në rajon dhe kërcënimeve për bllokimin e ngushticës, çka ka alarmuar tregjet dhe ka rritur ndjeshëm çmimet e energjisë. Sipas raportimeve, vendimi i Iranit për të lejuar kalimin e këtyre anijeve lidhet me faktin se bëhet fjalë për mjete që nuk konsiderohen armiqësore, ndërsa Teherani ka sinjalizuar se nuk synon të pengojë plotësisht trafikun ndërtar, por të ushtrojë kontroll selektiv. Ngushtica e Hormuzit mbetet një pikë strategjike globale pasi përmes saj kalon një pjesë e madhe e naftës botërore dhe çdo zhvillim aty ndikon drejt për së drejtë në ekonominë globale. Analistët e shohin këtë hap si një sinjal të kujdesshëm nga Irani për të ulur presionin ndërkombëtar pa hequr dorë nga leva strategjike që ka në këtë zonë. Megjithatë, situata mbetet e prishtë dhe çdo përshkallëzim i ri mund të rikthejë menjëherë tensionet në këtë korridor jetik.